Le të dëgjojmë Ungjilin e Shenjtë të sotëm dhe është nga Luka kapitulli 19 nga vargu 41 deri 48. Le të ngrihemi dhe të dëgjojmë. Dhe kur ai po afrohej, e pa qytetin dhe qau mbi të, duke thënë: "O sikur ti, pikërisht ti, të njëjtët të pakten në ditën tënde, ato që janë të nevojshme për paqen tënde. Por tashti ato janë të fshehura për sytë e tu. Sepse përmbi ty do të vinë ditë kur armiqtë e tu do të të qarkojnë me lehtë, do të rrethojnë dhe do të rrëzojnë nga të gjitha anët. Dhe do të të rrëzojnë për tokë ty dhe bijtë e tu në ty. Dhe s'do të lënë në ty gur mbi gur. Sepse ti nuk e ke njohur kohën kur je vizituar." Pastaj, mbasi hyrën në tempull, filloi të dëbojë jashtë ata që shishtin e blinin, duke u thënë atyre: "Është shkruar: Shtëpia ime është shtëpi e lutjes, por ju e bërë shpellë kusarësh." Çdo ditë ai mësonte në tempull, dhe krerët e priftërinjve, shkribet dhe krerët e popullit kërkonin ta vrisnin. Dhe nuk arrinin dot të vendosnin çfarë të bënin, sepse gjithë populli e dëgjonte me vëmendje të madhe. Dhe ky është Ungjili i Shenjtë për ty, o Krisht. Hir nga Zoti i hirit dhe paqja nga Princi i paqes, Zoti ynë Jezu Krishti. Amen. Sot e takojmë Jezusin në rrugë në Jerusalem. Skena është në fakt sekuenca e fundit e hyrjes së Jezusit në Jerusalem të shohim sot. Turma sapo e ka lavdëruar atë si Mesia, dhe ka nështruar mantat dhe degët e ulirit përpara gomarit të tij, mbi të cilin ai hipte si mbret. Por nuk ishin të gjithë që lavdëruan Jezusin. Farisejtë, kryepriftërinjtë dhe skribet nuk besuan tek ai. Dhe shumë njerëz ishin gjithashtu në anën e tyre. Ata e hodhen poshtë Jezusin. Ata nuk donin të pranonin atë. Dhe si mundi të shkonte kaq keq është pyetja. Kur dikush bën diçka të marrë, ne shpesh themi: "Ai nuk dinte më mirë." Ne përpiqemi të arsyetojmë ata që duhet se kanë bërë një veprim të padrejtë. Dhe kjo shumë herë është gjë e mirë dhe e drejtë. Mendoni për shembull për urdhërimin e 8 dhe shpjegimin e Luterit. Luteri shkruaj: "Ne duhet të kemi frikë dhe të duam Zotin, që të mos e trajtojmë shpifim apo gënjem të afërmin ton, por ta mbrojmë atë, të mendojmë dhe të flasim mirë për të, dhe ta shpjegojmë gjithçka në mënyrën më të mirë." Kjo ishte nga shpjegimin e Luterit. Dhe kjo është se si duhet të veprojmë me të tjerët dhe si duhet i trajtojmë thash temet. Por ka një dalim mes të bërit e gjithçkaje gabim, sepse
nuk e dije më mirë, dhe të bërit e diçkaje të padrejt sepse ashtu e doje. Fatke qësisht kjo ndodh. Dhe atje ku është e përshtatshme, duhet të shohim dhe të pranojmë këtë. Po në situatën e tekstit, a nuk e dinin farisejt të çfarë bënin kur e hodhen poshtë Jezusin? Ose a nuk ishin të informuar? Ose a nuk u kishte shpjeguar njëri? Po, sigurisht. Me fjalë të tjera, dhe kjo është pika e parë, Jerusalemi kishte marrë thirrjen. Populli i Izraelit me të vërtet kishte marrë mësim. Zoti kishte vepruar me ta dhe kishte folur posaçërisht me ta, që nga patriarku i tyre Abrahamit, ai u kishte dërguar shumë profete, nga Mojsiu në shekullin e 15 para Krishtit, deri te Malakia në shekullin e 4 para Krishtit. Dhe ata kishin fjala. Dhe gjatë dhjetës së vjetër, Zoti e thërret popullin e tij. Ai kishte folur drejt për drejt me popullin e Izraelit në situatën e tyre. Ai kishte dërguar profete dhe kishte pasur shumë durim me mos dëshiren e tyre për të ndjekur urdhërimet e tij. Do të theksoj këtu se kur themi se populli i Judës ishte dhe është një popull kokëfort dhe ngurtë, kjo nuk do të thote se ne duhet t'i shohim poshtë dhe të mburremi sikur ne jemi me të mirë, sepse ne nuk jemi. Askush prej nesh nuk është më mirë se ata. Zoti i paralajmëroi judentët shumë herë. Pra, në shkrimet e dhjetës së vjetër, farisejtë dhe skribet kishin marrë thirrjen e Zotit, fjalën e vetë Zotit. Shkrimet e shenjta lexoheshin çdo të shtunë dhe ata ishin mirë të njohur me këto shkrime. Ata dinin mirë çdo premtim dhe çdo urdhërse të Zotit. Dhe tani në tekstin e sotëm, erdhi Mesia i premtuar. Gjithçka që ai bëri dhe tha përputhej saktësisht me atë që ishte parthenia nga profetët. Për më shumë se 2 vjet, Jezusi predikoi për mbretërinë e Zotit dhe për përmbushjen e premtimeve të profetëve për Mesisin. Por a besuan ata tek ai? A i pranuan atë? A ndoqën atë? Jo. Dhe kjo është pika e dytë, se Jerusalemi nuk e pranoi thirrjen. Jerusalemi nuk e pranoi thirrjen. Sigurisht, kishte disa që e pranuan Jezusin, por farisejtë, skribet dhe kryepriftërinjtë nuk besuan tek ai. Unë gjithë të tregojnë për një përjashtim të vetëm. Nikodemin dhe ai shkoi fshehurazi tek Jezusi natën. Ai nuk guxoi të vinte të ditën. Aq i fortë ishte kundërshtimi ndaj Jezusit. Udhëheqjet e popullit, ata që duhej të ishin shembull, nuk e morën seriozisht thirrjen e Zotit. Prandaj Jezusi shpërtheu në tekstin e sotëm: sikur edhe ti
të kishte kuptuar sot çfarë të sjell paqen e vërtetë. Mund të mendojmë këtu për domethënien e fjalëve të Jezusit, sikur të kishte kuptuar sot, A ishte problemi se ata nuk ishin mjaftueshëm inteligjente? A ishte çështja në thelb një problem intelektual që kishte të bënte me munguese aftësie? Ose a kishin kaluar shumë pak kohë duke studiuar shkrimet? Jo. Nuk ishte kjo arsyeja. Problemi nuk ishte i dijes, por ishte shpirtrar. Problemi ishte se ata nuk besonin. Ose se ata nuk donin të besonin. Ata nuk donin të pranonin paqen e Zotit sipas kushteve të tij, dhe përputhje me vullnetin dhe rendin e tij. Jo, ata donin të vendosnin kushtet vete. Dhe besimi krishter nuk ka të bëjë me inteligjencën. Sigurisht, ka arsye të thuash se krishterimi është feja me arsyeshme. Por me këtë arrin vetëm në përfundim se krishterimi është i vërtet. Kjo nuk jep automatikisht paqen në zemër të dish se Jezusi është Perëndi. Edhe demonet e din këtë, është shkruar në zbulesa. Besimi krishter është të vendosësh besimin tënd tek Zoti. Të heqësh dorë nga besimi tek vetja. Të pranosh veten si mëkatar dhe të marrësh faljen e Zotit. Dhe prandaj fjala e Jezusit, sikur të kishte kuptuar sot. Kjo është e njëjtë me sikur të kishte pranuar sot. Sa e dhimbshme është që Jeruzalemi nuk kuptoi të pranonte paqen e vërtetë. Fjala për paqe në hebraisht është shalom. Dhe kjo është pjesë e emrit Jerusalem ose në hebraisht Jerusalem. Dhe që mund të përkthehet si banesa e paqes. Ata, me shumë se kushdo, duhet ta kishin pranuar mesazhin e paqes, por nuk e bën. Prandaj Jezusi çau bita. Ndoshta dim si shkoi. Jezusi e tregon në tekst: armiku erdhi dhe rrethoi qytetin dhe shkatroi plotësisht. Romakët pushtuan Jeruzalemin në vitin 70, 40 vjet para kjo situatë. Dhe ishte nën udhëheqjen e generalit Titi. Ata e rafshuan mirëfili dhe nuk lan asgjë pas. Nuk lan gur bi gur, siç thotë Jezusi. Dhe kjo shprehje të mos lesh gur mbi gur është bërë një shprehje për shkatërim të plot. Asnjë shtëpi nuk bete pa prekur. Por të vazhdojmë në tekst, shohim se Jezusi hyri në tempulli i mbushur me zemërim. Ai hyri në atë që quhej oborri paganëve, ku me të drejt shiteshin verë, vaj dhe kafshë për flijimet. Por tani, ishte bërë një vend për çdo lloj tregtise.
Ishte bërë një strofull kusarësh. Jezusi pastroi dhe shëntëroi tempullin dhe i dëboi tregtarët. Sipas ligjit të Zotit dhe vullnetit të tij të shenjtë, tempulli, që është vendi i Zotit, duhet pastruar dhe kusarët të përstiheshin. Në këtë mënyrë, Jezusi, që është tempulli i beslidhjes së re, sipas vullnetit të hershëm të Zotit dhe sipas Ungjillit, ai u kryqësua mes kusarësh. Në disa përkthime të Biblës thuhet se Jezusi hyri në vendin e tempullit ose në oborri e tempullit. Dhe kjo është saktë. Por nëse shohim tekstin grek, aty thuhet se Jezusi hyri në vetë tempullin. Dhe Luka nënkupton me tej se Jezusi e bën këtë për t'u pastruar. Dhe ky pastrim, për të cilin erdhi Mesia, nuk qëndron në papastërti trupore, por në atë papastërti që rri në shpirt. Nuk mjafton një larje e zakonshme për t'u pastruar nga mëkati. Bibla krahason punën e pastrimit të Mesisë me zjarrin e argjendarit. Për të marrë arë të pastër, duhet të pastrosh. Duhet të ngrohesh arin me zjarr, që të digjet beturina, shkorja. Ai erdhi për të pastruar tempullin, jo vetëm ndërtesën toksore, por edhe njerëzit që janë tempulli. Dhe si që shkruan Palli, të gjithë të pagësuarit janë tempulli i shpirti i shenjtë. Njerëz të pastruar nga mëkati sepse Jezusi hyri në tempull. Në profecinë e Malakias, në kapitullin e 3, është profetisuar rreth 400 vjet më parë se si Mesia do të pastronte tempullin. Dhe kjo është nga Malakia 3. Është vargu 1 deri në 2. Dhe me njëherë Zoti që ju kërkoni do të hyjë në tempullin e vet, engjeli beslidhjes që ju kërkoni me endje, ja, do të vijë, thotë Zoti i ushtrive. Po kush do të mund të duroj ditën e ardhes së tij? Kush do të mund të qëndroje me këmbë ditën kur ai do të shfaqet? Ai është si zjarri i shkrirësit, si soda e larësve. Dhe kjo është nga Malakia. Të dashur miq, një gjë e tretë që dua të përmend sot është se edhe ne kemi marrë thirrjen. Edhe ne kemi marrë thirrjen. Mund të pranojmë atë që të mos shkatrohemi. Gjithçka që ndodhi popullit të Judës është shkruar për mësimin tonë. Kur judentët e hodhen poshtë Zotit dhe profetët e tij, atyre u shkoi keq. Jerusalemi u shkatrua 2 herë, do me thënë se pari u shkatrua nga Babilonasit rreth vitit 586 para Krishtit. Dhe judentët u dërguan në robëri në Babilon, dhe herën e dytë u shkatrua nga romakët dhe judentët u shpendan ata që bijetuan. Përmes këtyre pasojave të prekshme, Zoti tregoi se largimi prej tij sjell pasoje të tmerrshme. Nuk mbeti gur mbi gur. Dhe, të dashur miq,
Le të mbajmë pra thirrjen që kemi marrë. Le të kemi frikë dhe të duam Zotin mbi të gjitha, dhe të vendosim gjithë besimin dhe mbështetjen tonë tek ai. Kjo është ajo për të cilën jemi thirrur dhe ajo që duhet të bëjmë. Unë besoj se edhe kjo është ajo që ne duam të bëjmë, por shpesh nuk ja dalim të përmbushim këtë, dhe akoma më pak ja dalim të përbushimin të gjitha urdhërimet e tjera. Por ne nuk kemi marrë vetëm urdhërime dhe rregulla nga Zoti, por dëgjoni, kemi marrë edhe lajmin e mirë të faljes dhe hirit. Ne kemi marrë thirrjen e Ungjillit për të besuar tek Zoti, për të marrë drejtësinë nga ai për hir të Jezu Krishtit. Ne kemi marrë thirrjen për të hyrë në popullin e tij të zgjedhur, një popull që dëshiron të ecë sipas urdhërimeve të tij, një popull që dëshiron të kërkojë të bëjë vullnetin e tij, dhe një popull që dëshiron të besojë fjalën e tij. Dhe në fundit, një popull që mblidhet në shërbes për të dëgjuar atë dhe për të pranuar atë në darkën e shenjtë. Jezusi ka përmbushur të gjitha urdhërimet e Zotit plotësisht, dhe këtë e ka bërë për ne. Ai ka vdekur në vendin tonë që ne të jetojmë. Gjithçka është gati, dhe ne jemi ftuar, por ne kemi marrë thirrjen. Mund të pranojmë atë, të besojmë tek Zoti, dhe të jetojmë për jetë me të në mbretërinë e tij qiellore. Në emrin e Jezusit. Amen.